pikërisht në rrugën në urën e drejtorisë policisë të Tiranës, aty ku punonjës të shumë të policisë kanë bërë një kordon për të evituar futjen e protestuesve drejt drejtorisë Tiranës dhe në këtë formë ata janë drejtuar drejt sheshit Wilson duke mos u futur përballë drejtorisë policisë së Tiranës. Në këto momente shohim që qytetarë të ndryshëm për shkak të këtij kordoni të krijuar nga ana punonjësve të policisë brorasin kundër tyre dhe kanë hedhur shishe me ujë dhe janë të gjithë duke orientuar drejt sheshit Wilson, ashtu sikurse ka vijuar ky marshim, le të themi pa incidente, i qetë her pas here me brorima kundër qeverisë, por edhe kryeministrit Edi Rama duke broritur, duke thirrur për largimin e tij. Ka pasur her pas here nga ana e protestuesve hedhje të molotovëve drejt koshave të mbeturinave. Kanë qenë momente këto kur janë shoqëruar po ashtu me brorima nga ana e protestuesve. Vijon ashtu sikurse e tham prej disa minutash kjo protest marshim, le të themi, e Partisë Demokratike, thirrur prej orës 18 kur fillimisht qytetarët u grumbulluan përballë kryeministrisë dhe më pas vazhduan me marshimin e tyre. Duhet thënë që ka qenë një protestë ndryshe nga protestat e tjera të cilat janë zhvilluar nga ana e opozitës, ku nuk janë shënuar gjatë këtij marshimi incidente të cilat mund të lëndonin qytetarë, por edhe punonjës të policisë. Duhet thënë që në momentet kur qytetarët janë hasur me kordonet punonjësve të policisë, ashtu sikurse ishte pranë selisë së Partisë Socialiste, apo edhe sikurse e pam disa minuta më parë, ata kanë shprehur revoltën e tyre duke proritur kundër punonjësve të policisë. Ndërkohë, në këtë moment që po raportojmë, janë hedhur sërish molotov në disa kosha mbeturinash disa metra përpara nesh, ndërkohë që nga qytetarët dëgjohen thirrje Rama ik apo edhe kundër qeverisë, siç është edhe thirrja në fakt e këtyre protestave nga ana e Partisë Demokratike. Duket se do të vijojë ky marshim i Partisë Demokratike dhe qytetarëve të cilët janë përgjigjur thirrjes së saj për të protestuar këtë të shtunë, por ende nuk dihet se si do të vijojë ajo dhe kur do të përmbyllet, për shkak se e tillë është parashikuar që në nisje të saj, pra pa një agjend të përcaktuar. E qartë, duket se nuk ka një agjend përcaktuar, opozita ka improvizuar në këtë marshim, protest ditës së sotme me një itinerar të parë përcaktuar që ishte drejtoria e përgjithshme e policisë dhe tashmë po vijon në rrugë të tjera të kryeqytetit me sloganin se të gjitha rrugët e Tiranës u përkasin protestuesve, ndërsa shikoni se si shpërthejnë molotovët brenda koshave të mbeturinave. Shpërthim të zemërimit popullore ka quajtur zoti Berisha, sepse pati shpërthim molotovësh edhe teksa i fliste më herët me gazetarët, ndërkaq gjatë gjithë këtij procesioni, marshimit të opozitës, molotovët nuk kanë rreshtur, ata janë hedhur në kosha mbeturinash. Një veprim i dënuar si nga kryeministri Rama pak më herët, ashtu edhe nga ministrja në detyre punëve të brendshme zonja Koçiu. Po vijojt në këtë rrugë të bllokut nga protestuesit e opozitës, do të dilet tek sheshi Wilson,
të paktën këtë itinerar na kanë konfirmuar kolegët tanë që në disa drejtime, këndvështrime të ndryshme po ndjekin këtë protest, marshim të opozitës. Bleona dhe njerë së bashku në cilin drejtim tashmë po shkojnë protestuesit nga ky këndvështrim që kemi dhe po u përcjellim edhe shikuesve duket sikur po shkojnë drejtim të sheshit Wilson. Po, Leftion, vion ende marshimi i protestuesve i qetë duhet thënë në drejtim të sheshit Wilson, më pas nuk dihet nëse do të ketë një kthim pas drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit, aty ku edhe nisi çdo gjë dhe ku grumbulluan fillimisht të gjithë protestuesit, ku qëndruan edhe për rreth disa minuta duke përthirrje kundër qeverisë dhe duke parashtruar arsyet se pse ishte thirrur kjo protest. Marshim vazhdon e qetë dhe me thirrje të protestuesve Rama X, siç ndoshta mund të dëgjohet edhe nga këto pamje të cilat po ofrohen nga operatori ynë. Në këto momente duket sikur protestuesit janë duke u zhvendosur në drejtim të rrugës e cila të nxjerr në përfundim të saj te kuvendi ose te bulevardi Dëshmorët e Kombit, aty ku, ashtu sikur sa e thash, nisi çdo gjë, pra me grumbullimin fillestar të gjithë protestuesve të cilët ju përgjigjen kësaj thirrje të Partisë Demokratike për të protestuar për largimin e qeverisë që siç e quan opozita është e korruptuar dhe nuk duhet të qëndrojë më dhe duke i hapur vend kështu zgjedhjeve të reja. Vazhdon akoma, por duhet të Leftion që në fakt ky marshim i qytetarëve të cilët po protestojnë këtë të shtunë ka paralizuar pothuajse qarkullimin në të gjithë zonën e qendrës së Tiranës. Le të themi është vetëm ky, si thua, problemi shkaktuar nga ky marshim duke paralizuar të gjithë të zonë ku është kryer marshimi. Duhet thënë që në fakt policia pavarësisht masave të marra u gjet pak edhe e papërgatitur në lidhje me agjendën në cilën do të ndiqej nga ana e protestuesve, duke llogaritur faktin se ata zgjodhën të shkonin fillimisht në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, aty ku edhe vetë punojësit e policisë kanë shkuar në të njëjtën kohë me marshimin e protestuesve. Do të shihet në minutat në vijim se si është programuar dhe çfarë kanë planifikuar organizuesit e protestës, se si do të mbyllet apo do të vijojë ende me marshime në rrugët e kryeqytetit. Duhet thënë që ka qenë një marshim paqësor, ku qytetarë të shumt kanë ndjekur dhe nuk janë ndarë, ndryshe nga ç'ishte parashikuar më herët që mund të ndaheshin në grupe të ndryshme dhe të shkonin në institucione qendrore të qeverisë. Ato kanë vazhduar si një të vetëm, duke marshuar dhe ndjekur kështu kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Sali Berisha, i cili edhe ai ka vijuar me këtë marshim të ditës së sotme, një marshim protest të thirrur një proteste 4 dhe thirrur nga ana e Partisë Demokratike. Vetëm thirrje të qeta dhe disa provorima kundër të gjithë kordonëve të policisë, të cilët ishin vënë në mbrojtje të institucioneve dhe ishin krijuar për të mbrojtur institucione. Vetëm këto kanë qenë të vetmet thirrje nga ana e protestuesve, por çdo gjë ka vazhduar e qetë gjatë ditës së sotme. Kemi ndjekur në fakt këtë marshim protest ndryshe nga herët e tjera